Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së peshorës. Uroj të jeni mirë. Do bëjmë leximin e radhës për ju dhe të shohim se çfarë mesazhesh apo këshillash do marrim kësaj radhe nga letrat të dashur peshor. 9 të kupës, 5 të shkupive, hëna, 6 të kupës, faqe e kupës dhe 3 të monedhës. Në shikim të parë është tani mund të jetë një situatë që po kthehet nga e kaluara, mund të jetë një person që dëshiron të kthehet nga e kaluara, diçka që ju bën vërtet të konfuze, ju bën konfuze, të pavendosur dhe siç është pak si tipare peshorës, të pavendosur. Tani dua të bëj një pyetje peshor, apo në fakt një fjali, një lloj mesazhi që thot kështu: mosi anashkalo energjinë që merrni, vibrimet që merrni, mesazhet që merrni, shenjat që merrni nga personi apo situata. Nëse ndini që nuk është e drejtë, atëherë vërtet nuk është e drejtë. Dhe këtu është e panevojshme gjithë kjo pavendosmëri e juaja, duke ndjerë qartë dhe mirë për personin që është e padrejtë një kthim. Një person që ju ka thyer një herë nuk mund të jetë personi që do ju shëroj. Personi që ju ka zhgënjyer, ju ka bërë të vuani, nuk mund të jetë personi që do ju shëroj. Do thot, kjo hën tregon për gjërat që nuk i keni të qarta, nuk janë ashtu siç mund të mendoni apo të arsyetoni, nga që vibrimet, shenjat janë duke ju dhënë, apo energjia është e qartë për ju duke u munduar për ta ndryshuar, s'është ashtu, por kështu, mbase nuk është kështu, por ashtu, dhe këtu futeni në një pavendosmëri, në një lloj, dhe çfarë pastaj? Do thot të lidhur, të bllokuar, dhe të pavendosur. Lajmi mirë nga gjithë kjo është që nëse vërtet e dëgjoni intuitën e juaj, zërin e juaj të mbrëmshëm, nëse është një kthim në një situatë apo tek një person i vjetër, se nga që e shikoj që dëshiron të kthehet 6 të kupës, një rikthim, një ribashkim, më besoni në këtë çfarë po ju them, që do jetë rezultati siç ka qenë më parë. Do thot, do jeni aty ku jeni sot. Çfarë do ju bënte që të ecni përpara? Çfarë do ju ndihmonte ta dëgjoni vërtet atë zë të mbrëmshëm dhe të filloni ta shijoni jetën pa personin nga e kaluara, nga që lajme të mira që mund të jetë një person i ri, që mund të jetë diçka komplet e re, që do ju bëj të shikoni qartë dhe t'ju qartësoj mendjen dhe shpirtin, nga që këtu si e shikoj, një lëmsh i vërtet. Nuk dini çfarë të bëni, edhe pse brenda jush zëri juaj po ju thot mos. Ky person është po ai njëjti që ju ka lënduar. Mos gaboni të jeni të paqartë, por të qartë. Jeta përpara dhe planifikim, më tutje. 3 të monedhës është bilanci. Bilanci i asaj, si keni arritur deri këtu? Pse në radhë të parë është bërë ky që kaq shumë ishte i mirë, një ish, një ex? Pse është bërë? Kjo është përgjigje që do merrni nga mesazhet sot. Asgjë nga e kaluara, asgjë. Qoftë situatë e sidomos person. Por ecni përpara,
të shijoni ajo çfarë po ju shërbehet nga universi, por jo nga e kaluara, por e ardhmja.